Përshëndetje shenja gafores, kjo është panorama javore. Për momentin, interpretimi do t'jetë pak më i reduktuar dhe në këtë formul, shkak është një angazhim personal. Java fillon me spirancën. Kjo kartë simbolizon stabilitet, qëndrueshmëri dhe diçka që ju dëshironi ta mbani të sigurt. Pra, në fillim të javës ju mund të përqendroheni te një situatë që për ju ka rëndësi të madhe dhe që dëshironi ta mbani të qëndrueshme. Kjo mund të lidhet me punën, një lidhje ose një gjendje emocionale ku ju kërkoni siguri. Menjëherë pas kësaj shfaqet kalorësi. Kalorësi sjell lajm, mesazh ose zhvillim të shpejtë. Një informacion mund të vijë papritur dhe të lëvizë energjinë e situatës. Mund të jetë një bisedë, një mesazh ose një veprim nga dikush që ndryshon mënyrën se si e shihni një çështje që për ju është e rëndësishme. Pas këtij momenti shfaqet zemra. Dhe kjo tregon se situata lidhet drejt për drejt me ndjenjat, përkujdesjen dhe lidhjet emocionale. Ajo që ndodh gjatë kësaj jave prekthell zemrën tuaj, pra mund të ketë një moment ku ju ndjeni dashuri, afeksion ose një lidhje emocionale që ka shumë peshë për ju. Megjithatë, më pas shfaqet karta e minjve. Minjt tregojnë një situatë të tensionuar, sepse minjt simbolizojnë shqetësim, lodhje psikologjike ose diçka që gërryen gradualisht qetësinë tuaj. Mund të ketë një situatë që ju bën të mendoni shumë ose që ju krijon ndjenjën se diçka nuk është në ekuilibër. Por pas kësaj shfaqet karta e kullës dhe kulla është një kartë që për mua personalisht simbolizon të kaluarën ose dikë nga e kaluara, por mund të simbolizojë edhe distancën, izolimin ose nevojën për të vendosur kufi. Në këtë pikë të javës ju mund të ndjeni se duhet të tërhiqeni pak nga situata për të ruajtur qetësinë tuaj. Kulla shpesh tregon momentin kur një person vendos të shohë gjërat nga një distancë më e madhe për të kuptuar më mirë realitetin. Më pas shfaqet arkivoli dhe arkivoli është karta e mbylljes, përfundimit ose transformimit të një situate. Kjo nuk do të thotë me patjetër një fund dramatik, por është një tregues që diçka po arrin në një pikë ku duhet të mbyllet ose të ndryshojë formën. Pra, mund të jetë fundi i një faze, fundi i një vendimi për të lënë pas diçka që ju ka lodhur, ose një moment ku një situatë transformohet. Në fund të kartave ne kemi gruan. Gruaja është një kartë që zakonisht përfaqëson një person të rëndësishëm të gjinisë femërore ose energjinë femërore në situatë. Kjo mund të jetë një grua konkrete në jetën tuaj, mund të jeni ju vetë, nëse identifikoheni me këtë energji. Kjo kartë tregon se përfundimi i situatës lidhet drejt për drejt me këtë figurë femërore. Këtu lidhet edhe karta e Prism Oracle që është dorëzim ose lëshim. Dhe kjo kartë sugjeron se gjatë kësaj jave mund të vijë një moment ku ju kuptoni se nuk mund të kontrolloni çdo gjë dhe se ndonjëherë është më e shëndetshme të lini diçka të rrjedhë në mënyrë të natyrshme ose të lëshoni atë që ju ka lodhur. Pra, ju filloni javën duke kërkuar stabilitet dhe duke u përpjekur të mbani një situatë të rëndësishme të qëndrueshme. Një lajm ose një zhvillim i papritur mund të sjellë një moment emocional që prek ndjenjat tuaja, megjithatë, ndërsa situata zhvillohet, mund të lindë një shqetësim ose një ndjenjë që diçka po ju konsumon energjinë. Në këtë moment ju mund të ndjeni nevojën të distancoheni dhe të vendosni kufi për të ruajtur qetësinë tuaj.
Kjo distancë mund të çojë në një vendim për të mbyllur një kapitull ose për të transformuar mënyrën se si lidheni me një situatë ose me një person. Në fund të javës, energjia përqendrohet te një figurë femërore që ka rol të rëndësishëm në këtë proces. Pra mesazhi i kartave është se ndonjëherë stabiliteti nuk vjen duke u kapur fort pas një situate, por duke kuptuar kur është momenti për të lëshuar dhe për të lejuar që një cikël të përfundojë. Paçim!